Përshëndetje, sot do flasim për kallëzuesin folior. Kallëzuesi folior ndahet në kallëzues të thjeshtë dhe të përbërë. Kallëzuesi i thjeshtë shprehet me folje të shtjelluara, folje që zgjedhohen në të gjitha mënyrat, kohët, numrat dhe vetat. Zilja e mësimit ra. Folja ra është folje që përbën kallëzuesin e thjeshtë, po afron stina e dimrit. Folja afron është kallëzuesi i thjeshtë. 2. Me forma të pashtjelluara foliore, si që janë pjesoria, paskajoria, përcjelloria dhe forma mohore. Pa ardhur babaj, nuk nisemi. Kallëzuesi shprehet me formë mohore, pa ardhur. Përsëritja e së njëjtës trajt foliore. Folje, foli, sa nuk pati fuqi. Folja, foli, përsëritet 2 herë. 4. Me shprehje frazologjike. Më ngriu gjaku. Zëvendësohet me foljen u tremba. 5. Folja jam plus përcjelloren e foljes me kuptim kryesor. Për shembull, jam duke ardhur, është folja vi. Kallëzuesi i përbërë formohet nga folje gjysmëdhënëse që tregojnë: A. Fillimin e veprimit. Z. Nis, filloi. Filluam të lëviznin pak. Filluam të lëviznin është kallëzues i përbërë. B. Vazhdimin e veprimit. Vazhdoi. Vëllai vazhdon të studiojë për mjek. Kallëzuesi këtu është vazhdon të studiojë. C. Mbarimin e veprimit. Mbaroi dhe përfundoi. Ai mbaroi së lexuari romanin. Këtu kallëzuesi është mbaroi së lexuari. Pjesa e dytë është emër asnjanës folior. D. Folje që tregojnë mundësi ose domosdoshmëri. Mund, duhet dhe do. Ne mund të organizojmë më shumë festa. Duhet plus pjesore me formë foliore të pashtjelluara. Duhet mbajtur me kujdes shëndeti. Kallëzuesi këtu është duhet mbajtur. Me emër asnjanës folior, mbaroi së foluri. Mbaroi plus emër asnjanës folior.